Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ndëshkoi me pezullim dhe gjop 5 subjekte biznesi për ndotje mjedisore të shkaktuar prej tyre në zonën e Dërmiut, pjesë e Bashkisë Himar. Marrë shkas dhe nga denoncimet e qytetarëve, Drejtoria e Inspektimit të Mjedisit dhe Ujrave pranë IKMT-s inspektoi zonat ku ushtrohet aktiviteti i franksionimit ndarjes së inerteve të gurit. Për shkak të mos respektimit të kushteve të përsektuara në lejen e lëshuar nga autoritetet mjedisore, kompanit Gjoka Construction, Gjikuria, Ankor Beton, Eral Construction Company dhe Beton Express 2018 u ndëshkuan me gjop dhe pezullim. Marrë në konsiderat mbarvajtjen e sezonit turistik, IKMT gjen rastin të ubëjthirje veçanërisht të gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtari në vijën bregdetare, të tregojnë vëmendje të shtuar në respektimin e detyrimeve ligjore për mjedisin. IKMT mbetet e vendosur të mos tolerojë dhe do të ndëshkojë çdo rast shkelje ligjore në fushën e ndërtimit, mjedisit dhe pyjeve.